Florimzani ishte prerë në fët dhe qafë, ishte therrur me thik në shpinë dhe ishte pasur edhe lëndimet e tjera në pjesë të ndryshme të trupit. Kështu deklaroi mjeku ligjor Flamur Dylhasi që përpiloi raportin autopsisë për të ndjerën. Ai foli për plagët që Skënder Krasniqi dyshohet t'ja ketë shkaktuar të ndjerët. Më thonë është nga mesi i anës së majtë të qafës, fillon vërtet, vazhdon mbi mollëzën e Adamit dhe përfundon në anën e djathtë të qafës në formë të një bishti. E kom përshkruar thellësinë në regionin e mbi mollës së Adamit 3.5 cm thellësi. Nuk e di ç'kjo formë. Në që dej tak, po këto thër mund me sqarime. Nga pas. Me qenë se kanë qenë dy dëmtime, nuk mund të parashtoj njërin apo tjetrën cila ka qenë vdekjepruse. Pra arsye se të dyja sjellin gjakderdhje si të jashtme po ashtu edhe të mbrëmshme. Që janë dërmishje në regionin anës së majtë të ballit të kokës dhe në regionin e mollës së majtë të fytyrës. Më të njëjta ndryshime kam shënuar që gjenden edhe në gjuhën e këmbës së djathtë. Mjeku nuk e përjashtoi mundësinë që ndjerën në kohën kur janë shkaktuar plagët të ketë qenë në këmbë e më pas nga pamundësia për të qëndruar të jetë rrëzuar në tokë. Nuk përjashtohet mundësia që të ndjeri të jetë lëshuar në gjuhën e djathtë e më pas në anën e majtë, ku balli i kokës dhe mollëza e fytyrës të ketë qenë në kontakt direkt me mjetin tokën. Më pas, prokurori para trupit gjykues deklaroi se në oborrin e të akuzuarit janë gjetur një palë veshje sportive, në të cilat ishte i pranishëm gjaku i zanit. Në kuzhinën e të njëjtit janë gjetur edhe njolla gjaku të ndjerit, si dhe një thikë e vendosur në një dollap të kuzhinës, në të cilën sipas tij ishte gjaku i të miturit, të cilin djali i Krasniqit dyshohet ta ketë therrur me thikë. Në gjykat u shpalos edhe fotoalbume nga vendi në cilin thuhet se Zani kishte lëvizur pas plagëve të marra. Se si kishte filluar konflikti mund ta ndiqni në rrëfimin e dëshmitarit Ilir Zani. Djali vllavit Ermili, po erdhe ka thirr djalin tem të shtëpia. Hajde dalëm ecëm. Ku i ndalën rrugë, ta ulonti u dal prej moni lumit atë një reke, në rrugë kryesore, edhe i ka dalë përpore kanë ku po shkoni ju mangupa. Edhe në atë moment e kanë nxjerrë thikën, i ka larë Arlindit, edhe Arlindi ka tentuar mu largu me orë për shtëpisë, ai ka vrapu dhe dy herë tjera i kam shoh. Në atë moment Arlindi orë të shtëpia dhe më tha që amboni ta Olonti. Plakti ka pas shumë të mëdha, një ka pas mushkëri që ojri i dal kepi mushnive, po o dol vetë unë djali i të ndjerit, edhe ka marrë veturën e vet. E kemi çu djalin te mjekin e mëon, Lipjan miksi familjar. Për atë moment do në tani ku vazhdu në Prishtinë, kanë qu me emergjencë, kanë qu djalin. Kanë djalin disa ditë në spital aty. S'ka kuptuar u dal, në atë moment u dal në baraj me këqy çau bon. Po se djali ti kon gjet problematik, ne kemi kallëzu, edhe kemi treguar, kemi thonë që për një fëmijë jo veçanë, po komplet fshati ka pas problem. Po i baba i Taulontit Skënderi e ka pas një shprehje. Musun ma kalon kërkosh, as ti s'ja le kërkosh. Liri më kallëzoi tha, jemi kon, jemi marrë vesh aty te shtëpia, ja që te dyrë të Skënderit. Jemi marrë vesh që shtëpia bojmë as çapo që ka thirr djalin pa qëllim pa kur gjahesh ç'është më shumë kemë ndodhur kështu. Tulshu rrugës te poshtë, në mes të rrugës u dal djali i tina Taulonti me thik, edhe ka desh me mishu ndjerit miqës. Edhe në atë moment i kanë thonë lshu thikën, ka ngojt Skënderi. Aja ka gjutë thikën Skënderit, kjo tani ka mshu ati. E tani, a ka dhe i diri që va bo Skënderit? Kam shumë me thikë dhe u ikë për vjetë. Nuk e ka po men që të ratën këto. Dhe bisedu. Se me një fjallë që thëmë fjallë e puplit, na me buke këna mojtë. Kjo dhe bërçko e ka u një market vogël, bërçko halon që të ura aty që i ka dhonë bërçko.